Tash me që jemi në këtë zonë të temperaturave të ulta, ajrit jo shumë të pastër, madje shumë të ndotur, me e thonë lirisht, shumë shpesh ftohjet të ndryshme janë prezente. Edhe janë disa medikamente që i përdorim edhe për vete edhe për fëmijë, sidomos kur kemi ftohje në mushkëni, ose tash s'po i përmendja emrat e medikamenteve, por që na shkaktojnë aritmi edhe marrëmendje të pashmangshme. Sa mund ta dëmtojnë zemrën nëse përdoret shpesh si medikament? Këto e kryesisht ato sprejat që përdoren, inhalatorët, dekongestiv, për ku të nxjehen hund, pseudoefedrin, efedrin, mandej janë që po përmendni inhalim ventolini, bronkodilatatorët. Këto nuk shkaktojnë dëmtime, vetëm shkaktojnë efekte kalimtare. Formë të tajkardis, aritmis, të disa individ. Po duhet të kemi kujdes të pacientët cilët kanë hipertension apo sëmundje preekzistuese të përdorimi këtyre dekongestive, sepse mund të shkaktojnë, mund të prodhojnë kriza hipertenzive, sepse mund të rritet shpejt dhe menjëherë tensioni arterial, të shkakton probleme, prandaj gjatë këtyre periudhave të gripeve të sëmundjeve virale, duhet të jemi të kujdesshëm me këtë kategori të pacientëve. Do me thonë, nuk është shqetësim serioz ajo pjesë, po është simptom kalimtare, po prapë vetëm është kalimtare, nuk shkakton dëmtim të pakthyeshëm të funksionit të zemrës apo të sistemit të përçues. Sepse është goxha shqetësuese, ata që e kanë provuar e dinë sa e jep një shqetësim, po është don me dal zemra prej gjoksit që themi na në fund. Është tipike të shqytar palpitacione që quajmë ne, po është kalimtare. Është kalimtare dhe as pak shqetësuese. Normalisht nuk bën me abuzu jo me këta, po me asnjë lloj medikamenti, sidomos pa rekomandimin e mjekut. Çdo me rekomandimin e mjekut, çdo medikament që merrni. Absolutisht që po.